Në Shqipëri një konflikt i ri është hapur mes shumicës së djathtë dhe opozitës lidhur me përbërjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe atyre të niveleve të dyta. Shkak është bërkalimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim në opozitë. Kjo parti, si pjesë e shumicës, deri javën e shkuar pati të drejtën të propozimit të një antari të KQZ-s, i cili tani sipas Partisë Demokratike duhet zëvendësuar për të ruajtur baraspeshimin politik me bazë të cilit është ndërtuar e gjithë administrata zgjedhore, shprehen demokratët. Pas dite me votën e tyre, Komisioni i Ligjeve vendosi lirimin e antarit të propozuar nga LSI-a. Për përfaqësuesit e opozitës, e gjitha kjo është një lëvizje antikushtetuese që vë në pikpyetje procesi zgjedhor. Të ndjekim për hollësi korespondentin ton në Tiranë, Armand Mero. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi nga puna në fund të vitit të shkuar. Kodi i ri zgjedhor përcaktoi dhe formulën e përbërjes së tij, ku dy forcat kryesore të shumicës dhe opozitës propozonin nga dy antarë secila, ndërsa më pas partitë e tjera nga të dy krahët propozonin secila nga një antar. Kryetari i Komisionit Qendror zgjidhet mes disa kandidaturave me shumicë të thjeshtë votash. E përkthyer në numra, kjo formulë siguron një përfaqësim 4-3 në favor të shumicës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Një nga antarët e propozuar nga shumica është kandidaturë tani e Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila deri javën e shkuar ishte pjesë e shumicës parlamentare. Por kalimi i saj në opozitë shtyu sot Partinë Demokratike që të kërkojë zëvendësimin e antarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të propozuar nga LSI-a. Sipas kërkesës së paraqitur prej Partisë Demokratike, kodi bazohet në një parim themelor, atë të baraspeshimit politik, i cili, siç theksohet në kërkesë, është edhe themeli i kompozimit të KQZ-s, por edhe i komisioneve zonale, atyre të qendrave të votimit apo dhe grup numërimeve. Me kalimin e LSI-s në opozitë, raportet janë përmbysur. Në KQZ ato janë 4-3 në favor të së majtës, të gjithë komisionet zonale po ashtu janë me shumicë të majtë, ku gjysma është 5-2 për opozitën, ndërsa gjysma tjetër 4-3 po me shumicë nga e majta. Sipas Partisë Demokratike, kjo është një situatë paligjshmëri e cila dërmon shtyllën kurrizore të procesit të përgatitjes së zgjedhjeve, votimit, numërimit dhe shpalljes së rezultateve. Prishja e kësaj baraspeshje, shton më tej Partia Demokratike, është përmbysje e sistemit ligjor të menaxhimit të zgjedhjeve dhe paralajmërimi i manipulimit, shkruhet në kërkesën drejtuar parlamentit. Madje sipas Partisë Demokratike edhe Aleanca PS-LSI e lidhur për këtë qëllim është provë e platformës për manipulim. Në kërkesën e saj, Partia Demokratike i referohet frymës së ligjit, por nuk citon asnjë ent të tij, sipas të cilit duhet të zëvendësohet antari propozuar nga LSI-a. Antarët e Komisionit Qendror kanë një mandat 6 vjeçar. Vetë kodi parashikon në mënyrë specifike rastet ku ndërpritet mandati dhe në asnjë prej tyre nuk bëhet fjalë për ndërprerje mandati në rast të ndryshimit të raporteve politike në parlament. Lëvizja Socialiste për Integrim u shpreh sot kategorikisht kundër. Tendenca për ta politizuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 1 dhe tendenca qoftë aq më keq qoftë është kështu, për ta ndryshuar përbërjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është pa diskutim një standard i cënuar i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Por pasdite Komisioni i Ligjeve u mblodh pikërisht për të vendosur mbi kërkesën e Partisë Demokratike. Debatet ishin mjaft ashpra, socialistët folën për një veprim antiligjor dhe goditje të rëndë për standardet demokratike. Sipas deputetit Fatmir Xhafaj, veprimi i majorancës ka qëllime politike dhe as pak juridike, ndërsa të tjerë përfaqësues të opozitës akuzuan kryeministrin se po e kthen parlamentin në xhelat të ligjeve. Shumica u përmbajt arsyetimit për nevojën e një balancimi të komisioneve zgjedhore dhe miratoi dy kandidaturat e propozuara nga Partia Republikane, të cilat pritet të hidhen në vot nesër në parlament. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.